Propozimi i kryeministrit Edi Rama për ndryshime në kushtetut nuk ka marrë pëlqimin e kryedemokratit Berisha. Gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët, lideri i opozitës u shpreh se me mazhorancën nuk do të bëjnë asnjë kompromis, ndërsa përsëriti akuzat ndaj kreut të qeverisë. Me Edi Ramën nuk ka asnjë kompromis. Edi Rama të jap dorëheqjen dhe të paraqitet para ligjit për të gjitha aktet e tij, vjedhjet e tij monstruoze. Me Edi Ramën çdo lloj reforme është iluzion. Berisha komentoi dhe deklaratën e shefit të ekzekutivit, sipas të cilit nuk do të tolerohet më sjellja e opozitës në parlament. Kryetari i Partisë Demokratike tha se shumica po përpiqet t'i heqë lirinë opozitës. U zotuar gjithashtu se do bëj gjithçka për t'i shkurtuar, për t'i gjymtuar përfundimisht dhe atë hapësirë minimale që ka opozita në parlament për të marrë fjalën për procedurë, mbasi nuk bëhet fjalë më për debate për ligje, nuk bëhet fjalë më për interpelanca, nuk bëhet fjalë më për të gjitha të drejtat tjera, të krijimin e komisioneve hetimor parlamentar dhe të gjitha të drejtat e tjera që i takojnë sipas kushtetutës dhe rregullores parlamentit opozitës. Pra de facto, ai ka aneksuar, ka pushtuar parlamentin. Gjatë bisedës online me qytetarët, Sali Berisha foli dhe për lëvizjen e Ervin Salianit, duke cilësuar si të vetë përjashtuar. Askush nuk është mbi kushtetutën e Partisë Demokratike, e cila është miratuar me votë nga antarësia, u shpreh kryetari i Partisë Demokratike.